Një nga gjërat që mund të na ndalojë krejt papritur shijimin e natyrës dhe mjedisit është tërmeti. Padyshim, është më e sigurt nëse gjendeni në mjediset të jashtme, por ç'nevojitet nëse jeni brenda. A e keni pyetur ndonjëherë veten si do duhet të reagoj gjatë një tërmeti nëse gjendem në shkollë? Edhe pse reagimi menjëhershëm instinktiv është vrapimi drejt daljes, me gjas është më e paduhura që mund të bëni gjatë një tërmeti. Në vend të kësaj, çfarë duhet të bëni? Më e rëndësishmja është të mbroni kokën me duart tuaja, të largoheni nga xhamat që mund të thyen ose nga raftet që mund të bien dhe të mbroheni në një tavolinë. Nëse gjendeni në korridor, nuk nevojitet të vraponi drejt daljes dhe as të përdorni ashensorët apo shkallët në shkollë. Ata janë elementet më të papërshtatshëm të një ndërtese që shërben si shkollë. Është më mirë të qëndroni në gjunjë pranë një muri dhe të mbroni kokën tuaj me duar derisa tërmeti të pushojë. Pas lëkundjes së parë, ka mundësi që të ketë edhe pas goditje të tjera. Prandaj është e rëndësishme që pasi tërmeti të ketë pushuar, me qetësi dhe pa panik të lëvizni së bashku me të tjerët, drejt daljes së shkollës në një mjedis të hapur, ku do të prisni udhëzimet e mësuesve. Tërmetet ndodhin krejt papritur, ndaj është mirë të pyesni veten, a di si të reagoj nëse ndodh një tërmet, ndërkohë që jam në shkollë? Oh yeah.